Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar miq, mirë se keni ardhur në shkollën e diturive kuranore për ndryshe në hatmen e Kuranit në gjuhën shqipe. Para se të kalojmë në leximin e Kuranit dhe komentimin gjuhësor dhe letrar të disa verseteve kuranore, për ndryshe përkthimi deri tash është më cilësor i Kuranit në gjuhën shqipe nga profesor Dr. Fethi Mehdiu. Nuk dua që të ju shpjegoj pak se Kurani nuk është gazetë ditore, nuk është revistë mujore, nuk është e shtypur apo një shkrim i shtypur në atë aspektin që njerëzit e kanë shtyp, e kanë thënë fjalën e vetë dhe e kanë qitë në letër. Pra krijuesi, fjala e Zotit është vetë Kurani. Kurani nuk lexohet vetëm si roman, siç lexojmë romane tjera për t'u argëtuar, për t'u frymëzuar për diçka apo për të mësuar diçka nga një histori, por Kurani gjithashtu nuk është edhe për me kalu kohën e lirë, por Kurani është një libër, një lloj bashkëbisedimi me Zotin e lartësuar. Prandaj sa herë që e lexojmë Kuranin, ne gjithmonë duhet ta ndjejmë prezencën tonë brenda në Kuran, sikurse me pa që një dorë po del nga libri i Kuranit, ashtu në mënyrë figurative po shpjegoj, dhe po mundohet ty me të bindë se kjo është kështu, kjo është e mirë për ty, kjo nuk po flet vetëm për profetin Jezusin, Isën, Musën, apo për profetin Muhammed, apo për atë kohë, po duhet me ju drejtu Kuranit në atë mënyrë që na me gjetë vetëm të një verset kuranor, sepse të një pjesë e Kuranit, sepse shumica e njerëzve, sidomos ta që janë të huaj, jo musliman, ata e kanë gjetë vetën e vetë, e kanë gjetë pra në një verset kuranor. Për shembull, unë kur kam qenë e re, kam lexuar një verset kuranor, thotë la yukellifullaha nafsan illa wus'aha. Do më thonë, Zoti nuk i randon shpirtat e tonë aq sa mundemi. Kjo i binte se me të vërtet njeriu ka dëshirë me bë ma shumë për Zotin, me kry punë ma të mira se sa çka kemi dëshirë, por ja që Zoti thotë mos u brengosni se unë nuk i randoj njerëzit vetëm aq sa mundet, ose thot inne me al usri yusra, fa inne me al usri yusra, që Zoti dyqysh na drejtohet neve, thot o Iqbale, inne me al usri yusra, me të vërtet, thot mas vështërsis vin lehtësimet, dhe prap thot ve inne me al usri yusra, o Iqbale, o filan, o fistek, mos u brengos, se dy herë po ta thot njëjtën fjalë Zoti për me të bind ty se o beso, o njeri, se inne me al usri yusra, se me të vërtet o njeri pas vështërsive vin lehtësimet. Prandaj duhet ta cekim se sa herë që bëjmë komentimin e Kuranit, çdo kush i percepton versetet kuranore ndryshe. Qofse është shkencëtar, ai kur e lexon një ajet kuranor i vjen shumë interesant në atë aspektin më të lartë shkencor, çka ka dash Zoti me thënë, ju kom kriju 12 muaj për t'i matur kohën dhe stinët. Shiko, para 1400 viteve i pas ka kriju Zoti muajt, jo njerëzit sot që i kemi kalendarin gjorgjan. Do më thonë, stinët i pas ka kriju, e tjera, edhe një anvise e thjesht, që thot ndoshta priton me lexu Kuran, sepse ndoshta s'ka kry shumë shkollë, provone me lexu, si libër leximi filloja nga dal, nga gjysfaqe, mos e fillo ditën tënde pa leximin e Kuranit. Besoni, mos e filloni
jetën e juaj pas kontakt, connection me Zotin, sepse krejt esenca e besimit e bindjes është me ju përkushtu, me ju bind, me ju përull fjalës së Zotit dhe përmes përulljes me kalu në veprime, sepse ti nuk mund ta duash Zotin nëse nuk je robi Zotit. E robi e robneshat nuk kanë pagesë, po ata janë të ndëgjueshëm pa asni pse e dëgjojnë fjalën e Zotit. Prandaj të nderuar miq, ju që jeni dashamirë të librit, dashamirë të fjalës së Zotit, që Zoti juve sonte ju ka zgjedh këtu, ju ka zgjedh, ndoshta rastisht e keni lëshu TikTokun apo YouTubeun apo diçka sot, tash, momentalisht, po e ke lëshu dhe thosh, prit ta shikoj se çka po flitet, të dini, të jeni të sigurt se asgjë në jetën e juaj nuk ndodh rastësisht, sepse Zoti thot, në çdo çast e bën një ekzistencë. Pra, në çdo çast, në çdo moment del një ekzistencë e re. Prandaj të jeni të kënaqur që sot jeni me neve dhe shpresoj edhe Zoti ta më pranoj këtë mundin që po e bëjmë, unë duke lexu thjesht, e ju duke më dëgjuar, duke pirë kafe apo duke pushuar. Po vazhdojmë pa humbur kohë me fillimin me lutjen kur duam të lexojmë Kuranin, e pasaj do të vazhdojmë me një pjesë, 2 ajete në gjuhën arabe, sepse leximi në gjuhën arabe është ngritje shpirtërore. Ndërka që leximi në gjuhën amtare, shqipe, bosnjake, angleze, italiane, e tjera, është ngritje, ndriçimi mendjes juaj. Ju që e dëgjoni fjalën e Zotit, vetiu ka me arni moment kur jeti vështirë dhe ka me ta ndihmu Allahu që ti me fol përmes gojes tande, ti me fol që Allahu më falni, që Allahu me fol përmes gojes tande, sepse ti kur e lexon fjalën e Zotit, ti e dashura e ti. Prandaj vazhdojmë. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Paqja, selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. O Allahu im, me të vërtet ti e ke zbrit Kuranin. O Allahu im, madhroje dëshirën ton ndaj teje. O Allah, bëre Kuranin dritë në shikimin ton dhe shërim në zemrat tona. O Allah, na lërgo brengat dhe dëshprimin nga ne. O Allah, zbukurona gjuhët tona me Kuran. O Allah, zbukurona fytyrën ton me Kuran. O Allah, forcona trupin ton me leximin e Kuranit. Amin. O Allah, leximin e Kuranit peshoje rëndë në peshoret tona. O Allah, na baj të mundshme leximin e Kuranit edhe ditën, edhe natën. O Allah, na ringjall me profetin Muhammed dhe familjen e tij të mirë, të zgjedhur dhe të pastër. Amin. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير
وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير صدق الله العلي العظيم. Fjala e Zotit të lartësuar është e vërtetuar. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Elif Lam Ra, libri, ajetet e të cilat janë plot urtësi e pastaj janë shkoqitur. Është nga i urti, nga informuari, që të mos adhuroni tjetër përveç Allahut, unë jam dërguar nga ana tij, qortues dhe përgëzues, pra profeti Muhammed, dhe që të kërkoni falje nga Zoti juaj dhe të pendoheni, edhe ai do t'ju mundësoj të jetoni të lumtur deri në momentin e caktuar dhe secilit të merituar i jepet mirësia e merituar. Shikoni, merrni çdo ajet se po ju flet juve Zoti. Po, nëse i aktheni shpinën, ani, unë me të vërtet i friksohem dënimit tuaj në ditën e madhe. Te Allahu do të kthehemi dhe ai ka mundësi për gjithçka. Ata përpiqen të fshihen nga Allahu, apo jo? Edhe kur mbështillen në petkun e vet, ai e di atë çka fshehin dhe atë çka shfaqin. Apo jo? Ai një mendi di mirë mendimet e gjithkujt. Në tokë nuk ka asnjë qenie të gjallë e të mos e ketë ushqimin te Allahu. Ai di se kush do të qëndroj dhe ku do të varroset. Tëra këto janë në librin e qartë. Ai është që ka krijuar qiejt dhe tokën për 6 ditë dhe mbikëqyrja e tij ishte mbi ujë, që t'ju sprovoj se cila nga ju do të jetë më i mirë në vepra. Që t'ju sprovoj se cili nga ju do të jetë më i mirë në vepra. Nëse ti thua, pas vdekjes me siguri do të ringjalleni, mosbesimtarët do të thonë patjetër, kjo nuk është asgjë tjetër përveç mashtrim flagrant. Pra janë 3 kushte të besimit, bazamentit janë tevhid, mead, nubuvet, që do më thonë tevhid, besimin në njëshmërinë e Zotit, mead, besimin në botën tjetër, dhe nubuvet, besimin në të dërguarit profetët e Zotit. Prandaj, fet ibrahimike prej rënjës së Ibrahimit a.s. Të gjitha këto 3 fe të mëdha abrahimike apo ibrahimike, të gjitha këto kanë këto 3 komponenta bazë të besimit. Me besu në njëshmërinë e Zotit, nuk ka ortak në botën tjetër dhe në profetet që janë të dërguar të Zotit. Prandaj thot, ti thua atyre që do të ringjallemi, por mos besimtarët as do të pranojnë. Ose po thonë, ai po trillon, thua ju. Po, formuloni ju 10 kaptina të ngjajshme me të Kuranit, të trilluara dhe thirrni në ndihmë cilin të doni në vend të Allahut nëse e flisni të vërtetën. Masi po thoni që profeti po trillon, po shkruan poezi, atëherë thurni edhe ju 10 kaptina, 10 kapituj. Po nëse nuk u përgjigjen, atëherë ta dini se është i shpallur me dijeni të Allahut dhe nuk ka Zot përveç atij,
apo bëheni musliman, pra shikoni, apo bëheni të nënshtruar Zotit, s'ka nevoj musliman në gjuhën arabe. Kush dëshiron jetën në këtë botë me bukuritë e saj, ne do t'ua shpërblejmë punët e tyre dhe në këtë asgjë nuk do t'i lihet mangu. Kush e dëshiron vetëm këtë botë me bukuritë e saj, punon, Zoti nuk ja i le mangu. Ata janë për të cilët në botën tjetër ka vetëm zjarë. Se thot, çka bre, thot, na një botë kemi bre, na e kemi një jetë. Thënë, një jetë e ke, bëne arktim, bëne zbavitje, bëne shfrenim, çka të duash, të gjitha do t'i kesh, por në botën tjetër do të kesh zjarë, ndëshkim. Është e pavlefshme se çka kanë bërë në tokë dhe është krejt kot ajo që punojnë. Zoti për ata, për pabesimtarët, i mëson. Po kush është në rrugë të drejtë, e me të qartë sa i cili është i drejtuar nga Zoti i tij dhe e lexon atë Kuranin, dëshmitari i tij, si edhe para tij librin e Musaut, udhërrëfyes dhe mëshirë, ata i besojnë atij dhe kush e mohon atë nga grupet vendbanimin i tij është zjarri. Prandaj ti mos dysho kurse si në të, ai padyshim është i sakt nga Zoti yt, por shumica e njerëzve nuk besojnë. A ka më mizor sa i cili trillon gënjeshtra për Allahun? Ata do të sillen para Zotit të tyre. Dhe dëshmitarët do të thonë, këta janë të cilët kanë thurë gënjeshtra për Zotin e vet. A nuk është mallkimi i Allahut kundër mizorëve, të cilët shmangin nga rruga e Allahut dhe përpiqen ta shtrembërojnë. Pra, kemi edhe sot njerëz të cilët shmangin dhe përpiqen ta shtrembërojnë. Po, kush është në rrugë të drejtë më të qartë se ai i cili është i drejtuar nga Zoti i tij dhe e lexon atë Kuranin, dëshmitar i tij, si edhe para tij librin e Musaut, pra, Tevratin, udhërrëfyes dhe mëshirë, ata i besojnë atij dhe kush e mohon atë nga grupet, vendbanimi i tij është zjarri. Prandaj ti mos dysho kurse si në të. Ai padyshim është i sakt nga Zoti yt, por shumica e njerëzve nuk besojnë. A ka më mizor se ai i cili trillon gënjeshtra për Allahun? Ata do të sillen para Zotit të tyre me dëshmitarë. Do të thonë, këta janë të cilët kanë thurë gënjeshtra për Zotin e vet. A nuk është mallkimi i Allahut kundër mizorëve, të cilët i shmangin njerëzit nga rruga e Allahut dhe përpiqen ta shtrembërojnë. Dhe ata nuk besojnë në botën tjetër. Ata në tokë nuk mund të pengojnë dhe përveç Allahut nuk ka tjetër mbrojtës. Dënimi atyre shumë fishohet dhe nuk munden as të dëgjojnë as të shohin. Ata kanë, tash është për pabesimtarët të cilët edhe kanë mohu, edhe kanë shtrembëru, edhe i kanë dalë njerëzit që ta besojnë Allahun. Ata kanë shkatëruar vetveten, madje i kanë humbur edhe ata që i kanë trilluar idolet e tyre, që i kanë bë me dorë, i kanë humbur zotrat e tyre. Hajde, le të flasin ata me juve. Ata padyshim në atë botë do të jenë krejtësisht të humbur. Ata të cilët bëjnë vepra të mira dhe i qëndrojnë besnik Zotit e tyre, do të jenë banor të xhenetit, aty do të jenë përgjithmonë. Këta dy grupe shëmbëllejnë si i verbëri dhe i shurdhëri, dhe sikur ai i cili sheh dhe dëgjon, a janë këta të dy të barabartë për krahasim? Nuk mendoni fare, pra këta të dy t'ja bëjnë qefin njëri tjetrit. Njëri nuk dëshiron me dëgju fjalën e Zotit, tjetri nuk dëshiron me pa veprën e Zotit, krimin e Zotit. Pra, në mënyrë metaforike,
Zoti thot ata janë të i verbëri dhe i shurdhëri, dhe asnjëri nuk mundesh me krahasu për ta bind, për ta udhëzu apo për ta pranu një argument të Zotit. Edhe Nuhin ja dërguan popullit të vet. Unë jam që t'ju tërheq vërejtjen haptazi, tha Nuhu a.s. Që të mos adhuroni tjetër përveç Allahut. Unë jam end kam frikë për dënim kundër jush në ditën e padurueshme. Dhe paria e popullit të tij, ata të cilët kanë mohuar, thanë, me sa shohim ne ti je një njeri sikurse edhe ne, po shohim edhe se të pasojnë pa kur farë mendimi, vetëm ata që s'janë kërkushi ndër ne. Gjithmonë do me thonë besimtarët i kanë nënçmuar vetë mos besimtarët. Lere që s'kan dash ta pranojnë Zotin, po si që na kanë thonë neve në kohën e komunizmit, ai tha, feja është opium, është ajo të bën të dehur, do me thënë nuk e merr ti me vetëdije fejnë. Edhe këtu, prej Kur'anit e pas kanë nxerr, sepse Zoti kështu i parafytyron ata pabesimtarët, të cilët thonë pabesimtarët e Nuhit, me sa shohim ne ti je një njeri sikur ne, i thojnë Nuhit a.s. Nuk e pranojnë si të dërguar të Zotit, po shohim edhe se të pasojnë pa kur farë mendimi, vetëm ata që s'janë kërkushi ndër ne. Ne nuk shohim se je diçka më i mirë se ne, aq më tepër mendojmë se je gënjeshtar. Nuhit a.s. A i tha, o popullim, apo shikoni, nëse unë e kam të qartë nga Zoti im, dhe Allahu më ka dhënë profeci, ju jeni të verbëruar, atë ju detyrojmë për kundrazi vullnetit tuaj për diçka që urreni, rrini të verbër, s'doni me besu, mos besoni. O popullim, për këtë unë nuk kërkoj për jush pasuri, më shpërblen vetëm Allahu, dhe unë nuk po i përzë besimtarët, ata do të dalin para Zotit të tyre, por unë e shoh se jeni njerëz që nuk dini. O popullim, Nuhu a.s. është duke fol me popullin e tij. Kush do të më mbronte nga Allahu sikur edhe ata ti kisha përzën? A nuk kujtoheni pak? Unë nuk ju them se te unë janë depot e Allahut, pra thesari i Zotit, nuk ju them une, edhe të padukishmen nuk e di, e as që ju a them, unë jam engjëll, e as që ju them për ata të cilët ju i shikoni me nënçmim, se Allahu nuk do t'ju jap të mira. Allahu e di më së miri se çka kanë ata në shpirt, sepse atëherë do të isha gabimtar. Pra Allahu e din më së miri ju çka keni në shpirt, sepse nëse unë mendoj keq për juve, unë do t'jem gabimtar, do t'jem mëkatar. Njëherë më patë thënë një mik nga Ulqini, isha e shqetësuar për mendimet e të tjerëve, për thurjet, për fyerjet, sharjet që i bonin ndaj personalitetit tim, edhe e pa që unë isha ndikuar nga fjalët e tyre, a i më tha më falë, tha unë të njoh si besimtare, prandaj po ta them, mos mendo çka të tjerët mendojnë për ty, por kujdes me mendimet e tua, çka ti mendon për të tjerët. Ja pa, ky është surja Hud, ajeti 31, që thotë unë nuk mundi juve me ju gjyku, me ju paragjyku, apo me ju fy, apo me mendu që jeni të këqi, sepse unë do të isha gabimtar. Nuhi a.s. po thotë, o Nuhi, thanë ata, ti ke polemizuar me ne dhe ke diskutuar shumë gjatë. Hajde nëse flet të vërtetën, let na godas ajo me çka po na kërcënohesh. Atë do ta bëj vetëm Allahu nëse do, tha i, dhe ju nuk mund t'i shpëtoni atij dënimi.
këshilla ime nuk ju bën dobi, nëse Allahu do t'ju lërë të humbur. Kush e di sa të dëshiroj unë të ju këshilloj, ai është Zoti juaj dhe te ai do të ktheheni. Apo thonë se ai e trillon, thuaj, nëse e trilloj është mëkati im, por unë jam largë mëkateve që ju bëni. Janë gjyxu, janë akuzu me njëri tjetrin, në realitet pa besimtarët me Nuhin a.s. Dhe Nuhit i që shpallur, as kush tjetër nga populli yt nuk do të besoj, përveç atyre që janë besimtar, prandaj mos u piklo për atë çka bëjnë ata. Dhe bëre anijen në mbikëqyrjen tonë dhe me frymëzimin tonë, dhe mos fol më për ata që bëjnë mizori. Ata gjithë qysh do të përmbyten. Pra Zoti e frymëzoi Nuhin a.s. si me kriju gjithat anije të madhe. Po atë anije është interesant, Nuhi a.s. e ndërtoi në rrër, në tokë, nuk ishte ujë, dhe njerëzit nga nënçmimi që dëshiruan t'ja bënin Nuhit a.s. se t'i jetu ndërtu diçka pa lidhje, a Zoti tha unë po të frymëzoj ty se si duhet me ndërtu atë anije, ishte një punë inxhinierie në faktikisht, dhe prej inatit ata pa besimtarët shkonin dhe e ndytnin me jashqitjet e tyre, e kishin bërë si një WC banjo publike. Mirë po, pas kësaj pune shumë të vështirë, Zoti këtyre njerëzve ja dërgoi një sëmundje aq të rëndë, sa që në lëkurën e tyre, infektim të madh, sa që Zoti i tha Nuhit a.s. O Nuh, thua ju atyre njerëzve që ato ndytësirat që i kanë bërë, nëse dëshirojnë të shërohen, le t'i marrin ato ndytësira jashqitje dhe le t'i ngjesin, le të fërkohen për trupin e tyre, për fytyrë, për gojë, për kudo, sepse aty është ilaçi për ta. Shikoni Zoti çfarë mallkimi bëri. Dhe ai e bëri anijen, Nuhi a.s. Ndërsa paria e popullit të tij, sa herë që kalonin pra ti e tallnin. Nëse ju na tallni neve, u thoshte Nuhi, do t'ju tallim edhe ne juve, ashtu si që talleni ju. Dhe keni për të marrë vesh se kë po e godet dënimi i turpshëm dhe kush do të jetë në dënim të përjetshëm. Dhe kur u shpall urdhri ynë dhe vërshoi uji mbi sipërfaqja, nga sipërfaqja e tokës, ne i tham, Zoti edhe engjujt, ngarko në anije nga një çift të secilit lloj dhe familjen tënde, përveç atyre për të cilët është bërë fjalë, edhe besimtarët pra, po pak ka pasur me të cilët besuan. Thuhet se Nuhi a.s. 95 vjet, 950 vjet ka jetu, dhe më në fund në anijen e tij i ka marrë vetëm familjen e ngushtë, dhe ato bile djali edhe gruaja e tij nuk i kanë besu Nuhit a.s. dhe janë përmbyt, dhe me veti kanë qenë vetëm 100 besimtar. Prej 950 viteve predikim që ka bërë Nuhi a.s. vetëm 100 besimtar kanë qenë. Dhe këtu thot Zoti në versetin 41, ti mbledhi të boj familjen tënde dhe ata që të besuan, por ja që ata ishin shumë pak, thot Zoti. Dhe kur u tha hipni në të, ajo në emër të Allahut lundron dhe ndalet. Zoti im, një mend fal, është mëshirë plot. Dhe ajo lundroi me ata në valet e mëdha si kodra, dhe Nuhi e thiri djalin e vet, i cili ishte më larg. O biri im, hip me ne dhe mos u bën me mosbesimtarët. Do të shmangem të një mal
që do të më shpëtoj nga uji, ju përgjigj ai djali vet, Nuhit a.s. Do të shkoj unë edhe me një kodër, me një maje të malit edhe s'ka me m'kap uji. Sot i tha, askush nuk do të kursehet nga dënimi i Allahut përveç atij të cilin ai e mëshiron. Dhe vala i ndau ata të dy dhe ai u mbyt. E ndau babën edhe birin dhe biri i tij u mbyt. O i tokë, i tha, thithe ujin tënd, e ti, o qiell, ndal, dhe uji u tërhoq, edhe urdhëri u zbatua, ndërsa nia u ndal në malin El Gjudi, dhe u tha, qoftë larg populli mizor. Pra mali El Gjudi, unë kur isha në Irak, si mbas gjeografëve dhe arkeologëve, ai gjindej anija e Nuhit ende gjendet si formë në këtë malin Gjudi, i cili gjendet në Irak, sepse Iraki është një vend që mas shumti ka qenë i përshkuar me profet, me pejgamber. Dhe Nuhi e luti Zotin e vete, i tha, o Zoti im, djali im është fëmijë e kam, kurse premtimi yt është i vërtet dhe ti je më i urti i të urtëve. O Nuhi, tha ai, Allahu, me të vërtet ai nuk është nga familja jote, ai ka bërë punë të pamirë, prandaj mos u lut për atë çka nuk e di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh ignorant. Pra, diçka nuk din, thot, se thuhet se ky djalë nuk është prej punë mirëve, sepse edhe gruaja e Nuhit a.s. nuk ishte grua e mirë. Ajo nuk ju përull, nuk i besoi Nuhit. Prandaj nuk u nis ky fëmijë, me disa komentatorë thonë që as ka qenë as djali biologjik i Nuhit a.s. Prandaj këtu e thot, ai djali thot nuk është prej punë mirëve, prej punëve të këqija. Prandaj mos u lut për atë djalë, thot, çka nuk e di. Unë të këshilloj që të mos bëhesh ignorant. Pra, Zoti të mëson ty. Zoti im, tha ai, unë mbështetem te ti dhe besatohem se më nuk do të lutem për atë djalë, çka nuk kam njohuri për ta. Nëse nuk ma fal dhe nuk më mëshiron, do të jem i humbur. I u tha, o Nuh, shkarkohu me përshëndetjen tonë dhe me bekime për ty dhe popujt që janë me ty. Edhe popujt të cilve do të mundësojmë të kënaqen, por pastaj do t'i gjej dënim i dhemshëm. Do të kenë edhe ata që, si që thamë ma përpara, ata të cilët dëshirojnë vetëm kënaqësitë e kësaj botës. Po, thot, po ma pastaj, punët e tyre nuk do t'i pranohen, sepse thot Zoti, nuk i me një verset kuranor të gjyzi 30 i fundit, thot Zoti nuk i pranon punët e mira prej punë këqinjeve. Ti mundesh, për shembull, me ndërtu një xhami, po ato parati ke fitu përmes drogës, alkoolit, apo bigjozit, apo ke bo hajni e tjera. Prandaj thot, do të ketë edhe ndëshkim për ata të cilët kanë qyrë vetëm këtë jetë me pas loje dhe knatësi. Vazhdojmë, kujdes, lusim Zotin që na mos t'jemi prej këtyre. Kjo është tregimi i Nuhit a.s. Po kjo vlen edhe për sot, të dashur miq. Prandaj thamë edhe në fillim, kur e lexojmë Kuranin, gjithmonë duhet ta kemi parasysh se Kurani është duke folur me neve dhe të marrim mësime nga Kurani, edhe pse edhe nga historia e Nuhut a.s. Ato janë lajme të panjohura që t'i shpallim ty, o Nuh. As ti, as populli yt përpara kësaj nuk keni ditur. Prandaj ke durim. Përfundimi një mend është në dobi të devotshmëve. Është edhe Adit, vëllaun e tyre, Hudin, Adin është populli i Adit, edhe vëllaun e tyre, Hudin, o populli im, u tha, adhuroni Allahun, ju nuk keni tjetër Zot përveç atij, ju vetëm
po kur disni trillime, o popullim, unë nuk kërkoj për ju shpërblime për këtë, mua më shpërblen vetëm ai i cili më ka krijuar. Pse nuk mblidhni mendjen? Shiko, Nuhi a.s. 2 herë i thot popullit, unë nuk kërkoj shpërblime për jush, por unë kërkoj shpërblime për Allahun. Po profetja ju ka lut, njerëzve të vetë po, edhe i thot, o njerëz, për gjithë këto që e bon unë dhe familja ime, në surën Insan 6 dhe 7, kur Hazreti Fatimja, Imam Aliu e tjerë kanë qenë smut, Hasan Hyseni, edhe bojnë nezër 3 ditë, agjerojnë, mande mrenda 3 ditëve në iftari, vjen një fukara, ja jep ushqimin e iftarit, agjeron ditën e nesër me vetëm me syfyr, edhe dytën ditë vjen një fukara, një jetim, një udhëtar, e tjera, keni spjegu, këto e keni në YouTube, në kanalin tim, në butonin playlist Ehli Bejti, pra edhe aty ata thënë, ne nuk kërkojmë asnjë shpërblim për juve, profeti Muhammed, përveç që të ma respektoni, të mani lidhjet familjare me familjen time, të respektoni, të keni dashuri dhe respekt ndaj familjes time. Profeti kështu e kërkon, pra vetëm respekt. Pra ndaj edhe kur falim namaz, thot namazet e juja mos qofshin kabul, nëse ju më dërgoni mua selam dhe nuk i dërgoni familjes time. Pra ndaj në namaz kur falemi të gjithë muslimanët, pa marrë parasysh sekteve të ndryshme apo shkollave mendimit me dhëbeve të ndryshme, kur jemi namaz themi Allahume salli ala Muhammed ve ali Muhammed. O Allah im, selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. Sepse profeti Muhammed ka kërku diçka ma shumë se Nuhi a.s. A i thot unë shpërblimin e kam vetëm nga i, por nuk ka kërku diçka tjetër. A profeti Muhammed kërkon që ti respektojnë, ti duan akrabekum, pra akraban e profetit, ehli betin, mande e pysin kush janë ata, thot janë ehli betin. O popullim, kërkoni që t'ju falë Zoti juaj dhe pendohuni, a i do t'ju dërgoj shitëm njartushëm dhe do t'ju forcoj forcën, t'ju shtoj forcën me forcë të ri dhe mos shmangeni e të bëheni mëkatar. Ata i thanë, o Hud, nuk na ke sjell kur farë sqarimi dhe ne nuk i lëm zotrat tanë vetëm për fjalët tua. Ne ty nuk të besojmë. Të më thanë, këtu flitet edhe për popullin e Adit dhe vllaun e tij pra Nuhin dhe Hudin që e ka dërguar në këtë popull. Tash është historia e Hudit a.s. Ne të themi se ty të ka goditur me të keqe ndonjë zoti ynë, unë, tha i, kam dëshmitar Allahun, por edhe ju dëshmoni se unë jam larg asaj që ju i bëni shok. Përveç ati, të gjithë ju, pra ngriheni, bëni kurtha kundër meje dhe hiq mos pritni. Këtu i thot çfarëdo kurthe që bëni, edhe në verset kuranor, nëse ti je i drejt, i sinqert, je punë mirë, Allahu kurthat e tyre kam i kthy për fytyrat e tyre. Unë kam mbështetjen vetëm te Allahu, pra unë po pres kurthat e juja, mos e keni problem. Te Zoti im dhe juaji, nuk ka asnjë krijesë të gjallë që nuk është në sundimin e ti. Zoti im me të vërtet vepron drejt. Dhe nëse ja ktheni shpinën e unë ua kam kumtuar atë përse jam dërguar te ju, Zoti im do të më këmbë në vend tuaj një popull dhe ju nuk mund të bëni kur farë dëmi. Zoti im padyshim është roje mbi çdo sen. Dhe kur i arriti dënimi ynë, kur arriti dënimi te Hudi a.s., se e kuptum Nuhin a.s., si arriti dënimi, arriti duke ju lëshu një vërshim, një ujë shumë i masa që e mbriti edhe majën e kodrës. Tash është për Hudin a.s.
Dhe kur ja arriti dënimi ynë, në Zotit pra, ne me mëshirën tonë shpëtuam Hudin dhe ata që kishin besuar me të, i shpëtuam ata nga një dënim shumë i rëndë. Dhe ai është Ad, i mohuan argumentet, pra populli Adit, i mohuan thot argumentet e Zotit të vetë dhe nuk e dëgjuan profetin e vetë, Hudin a.s. Por pasuan urdhërin e dofar kriminelesh kokëforte. Dhe ata i ka ndjekur mallkimin e këtë botë dhe në ditën e gjykimit. Populli Ad, një mend nuk i besuan Zotit të vetë, apo jo, qoftë i larguar Adi, populli i Hudit. Kurse Themudi, edhe ky është një popull tjetër, vëllau i tyre Salihu, do me thonë Nuhi, Hudi, tash vjen Salihu, të gjithë këta profetet kanë qenë një nga loza, nga linja e Ibrahimit a.s. dhe kanë pas lidhjet e tyre me zvete. Dhe thot, në realitet ta kanë qenë para Ibrahimit. Dhe thot, kurse Themudit vëllaun e tyre Salihun dhe u thanë, o popullim, adhuroni Allahun, ju nuk keni tjetër Zot përveç atij. Ai ju krijoi nga dheu dhe ju vendosi të jetoni në të, në tokë pra. Prandaj kërkoni falje dhe shprehni pendimin e atij, sepse Zoti im është me siguri afër dhe përgjigjet. Fani. O Salihi, than ata, ti ndër ne ke qenë nderuar përpara kësaj. Ati po na pengon t'i falemi ati që i janë falur baballarët ton, ne shumë dyshojmë në atë që na thërret ti. Pse po na largon për besimit baballarëve ton. O populli im, u tha ai, a e shihni, nëse unë e kam të sqaruar nga Zoti im dhe ai vetë më ka dhënë mëshirë, kush do të më mbroj nga Allahu nëse unë nuk e dëgjoj, ndërsa ju vetëm ma shtoni shkatërimin nëse unë ju dëgjoj juve, pra, ma shtoni shkatërimin. O popullim, kjo deve e Allahut është një argument për ju, lëreni le të kullos në tokën e Allahut dhe mos i bëni dëm se do t'ju gjej dënimi me njëherë. Salihu a.s. është i njoftur për deven, që këta pabesimtarët i kanë thënë, okej, masi ti qenë ke njëri i Zotit, ti ke qenë në mesin tonë, shka përna qëtë probleme tash me këtë Allahun e ri, me këtë Zotin e ri, lena na të besojmë Zot na veton, atër këtu është i njohur pra për anijen e Nuhit a.s. Fani për deven, Salih a.s. Dhe tash do ta shohim se cilat kanë qenë ato konfrontimet që erdhi edhe deri te vrasja e devës për me pa a është vërtet ajo deve që e dërgoi Zoti ajo. Dhe kur erdhi dënimi ynë, ne nga mëshira, o popullim, kjo deve e Allahut, kjo deve e Allahut është një argument për ju. Lëreni le të kullos në tokën e Allahut dhe mos i bëni dëm se do t'ju gjej dënim me njëherë. Mirë po ata e mbytën e a i tha, do të jetoni në shtëpi tuaja vetëm 3 ditë. A i është premtimi sigurt. Dhe kur erdhi dënimi ynë, i Zotit, ne nga mëshira jon e shpëtuam Salihun dhe besimtarët që ishin me të, nga turpi i asaj dite. Zoti yt është pa më dyshje i fortë dhe i plot fuqishëm. Kurse ata të cilët kanë bërë mizori, i përfshiu ushtima dhe u gjetën të vdekur kufoma në shtëpit e veta. Vetëm prej ushtimës, pra i gjeti si kufoma. Qëto rrëfime janë edhe te Bibla, fatni se pa kam problem, pra
Këtë rrëfime mund t'i gjejmë edhe te Bibla, që është shumë më e vjetër se sa Kurani i lartësuar. Pra, i gjeti në si kufoma në shtëpitë e veta, sikur të mos kishin jetuar fare në to. Pra, Themudi një vend e mohoi Zotin, populli Ad dhe populli Themud. Pra, këtu thot, Themudi një vend e mohoi Zotin. Themudin e mohoi Zotin e vet, apo jo, qoftë larguar Themudi, edhe Ibrahimit tash u krye edhe me Salihun, e kuptum çfarë dënimi përmes ushtimes i la Zoti kufova në për shtëpitë e tyre, por i caktoi, tha, pritni vetëm edhe 3 ditë. Edhe Ibrahimin i patëm ardhur të deleguarit tanë dhe i thanë, pace, selam aleikum, edhe ju, edhe për ju qoftë pacha, pra, ve aleikum selam, prapeshe për fatë mire pas ka përkry shqip profesori, se për ndryshe edhe këtu e kish bo selam aleikum selam. U përgjegja i dhe shpejt u sol një viç i pjekur, dhe kur pa se duart e tyre nuk shtihen ka hëmishi, a je kuptoj se nuk janë mysafir të zakonshëm, dhe e kaploi një farfrige për tyre. Ti mos u frikso, i thanë ata, ne jemi dërguar të populli i Lutit. Pra, kur vinë mysafirët, Ibrahimi ka qenë Halilullah, kur në jetën e vetë një drek, një dark nuk e ka hongër pa pasur një mysafir. Dhe kur shkojnë këta mysafirët, kanë qenë të veçantë, kanë qenë edhe me pamje shumë më të bukur, po ky ja merr viçin ja pjek, po ata nuk i kanë prek durt, do më thonë që kanë qenë enxuj, kanë qenë melaçe. Dhe ai thot, o Ibrahim, na jemi që jemi dërgu edhe te Luti edhe te ti. Te Luti a.s. populli i cili kanë qenë edhe mëkatar, po prej tyre kanë qenë edhe homoseksual. Prandaj, kur vinë këta njerëzit e bukur në shtëpinë e Ibrahimit a.s. për me lajmëru, për një lajmë, tani do ta tregojmë, ata hypin disa njerëz, burra, për mi kulm të shtëpis, dhe marrin një leck, një material të kuq, dhe sjellin për mi kulm të shtëpive si flamur, dhe thënë se në shtëpinë e Ibrahimit kanë ardhur disa meshkuj shumë të pashëm, shumë të bukur, sepse kanë qenë të prirë për gjinin e njëjtë, pra homoseksual. Prandaj të dashur miq, dhe këtu e kupton Ibrahimi se këta nuk ishin njerëz, por ishin enxuj. Dhe vazhdojmë të shikojmë se çka ka ndodhur me këta të dërguarit e Zotit që erdhën te shtëpia e Ibrahimit. Dhe kur e pa se duart e tyre nuk shtrihen ka hmishi, ai e kuptoi se nuk janë mysafir të zakonshëm dhe kaploi një farfrige për tyre. Ti mos u frikso, i thanë ata, ne jemi dërguar te populli i Lutit, pra gjithashtu edhe te ti, kurse gruaja e ti rrinte aty dhe ne e përgëzuam me Ishakun, e pas Ishakut me Jakubin. Ajo qeshi, thot, qysh mëra unë, thot, me bo fëmi, unë jam grua shterp, Sara, kur s'ka bo, shterp, thot, unë grua shterp jam, edhe plus, thot, Ishaki, pra, edhe Ibrahimi ka pas Ishaki, Ismailin dhe Ishakin. Nga Ishaku vinë fisi jahudive, nga Ismaili vinë fisi i muslimanve, pasuesit muslimanit, paraarsit e tanë janë nga linja e Ishakut. E Ismailit, ndërka që kur tha kjo gruja, tha, o Zot, tha, unë thot, qysh thot, unë jam me më shumë, plus jam sterile, nuk kam bën fëmi në rini, e tash po m'jep një lajmin që unë kom e lind fëmin në pleqëri. Ja ta këshyrim çka ka thonë gruaja e Ibrahimit, Sara. Thot, qyqja unë? Tha, a ka që vjetër të bëj unë fëmi? Ma dje edhe me këtë burin tim plak? Kjo me të vërtetë është diçka e çuditshme, thot Sara. Apo çuditesh nga puna e Allahut? I thanë ata, enxujt. Mëshira e Allahut dhe bekimet e tij janë me ju.
familje e profetit. Ai është i denjë për falënderim dhe lartësim. Dhe pasi i kaloi friga Ibrahimit dhe i erdhi lajmi i gëzueshëm, filloi të diskutoj me të dërguarit tanë për popullin e Lutit. Shikoni tash u kry kjo. Historia e Ibrahimit, një segment, pra se si Zoti bani mrekullim nga një grua shterp, nga një grua plak, të lind një fëmijë. Vazhdoj. Ibrahimi vërtet ishte shumë i butë, i dhemshëm dhe besnik. O Ibrahim, hiq ju kësaj, ka ardhur urdhri i Zotit tënd që ata patjetër t'i arri dënimi i pashmangshëm. Dhe kur të deleguarit tanë erdhën te Luti, ai u ngushtua dhe i erdhi keq prej tyre dhe tha, kjo është ditë e rëndë. Dhe populli i tij u vërsul tek ai, te Luti, të cilët edhe më parë punonin vepra të turpshme. Pra, nuk ka qenë vetëm mas gjerisa ka qenë koha e popullit të Ibrahimit a.s. Po edhe ma përpara kanë bërë vepra të turpshme. Friksohuni Allahut dhe mos më turproni me mysafirët e mi. Vallë, a nuk pas ka prej jush asnjë njeri që të marrë vesh, siç thash, gjithmonë ai vendi kur kanë ardhur mysafir nga jashtë dhe kur kanë ardhur mashkull të pashëm, siç thash, kanë marrë materialet e kuqe mbi kulmet e shtëpisë. Hej popull, hejani shkojmë te Ibrahimi. Dhe Ibrahimi thot, o njerëz, thot, largojuni prej këtu, i tha, mos më turpërnoni para mysafirëve të mi, sa ta fillun që të joshën me mysafirët e Ibrahimit derisa e kuptuan që me të vërtet ata pas kanë qenë engjëj. E si kur ta kisha pasur forcën për ju, tha i, ose të kisha mbështetje në ndonjë krah të fortë. Më falni, një ajet më lart të duhet të shkoj. Ti e ke ditur, i thanë, do me thonë, i thotë Luti a.s. More qysh nuk merrni vesh, mos mu afroni mysafirve, njerëzve tanë. Ti e ke ditur, i thanë ata, se ne nuk kemi as një farë të drejte në vajzat tua, dhe ti e di me siguri se çka na dëshirojmë. Sa i ka thonë, hajde një merrni vajzat e mia martoni. Po ata thënë, jo, ti e din na çka lypim. E si kur ta kisha pasur forcë për ju, tha ai, ose të kisha mbështetje në ndonjë krah të fortë. O Luti, thanë, ne jemi të deleguarit e Zotit tënd, as që kanë për të arritur te ti me familjen tënde nisu natën dhe le të mos mbes askush përveç gruas tënde. Wow! Edhe gruaja Nuhit nuk hypi në anijen e burrit vet, nuk i besoi që është profet, por edhe gruaja e Lutit a.s. përmenden si grave të padëgjueshme, pa besimtare, edhe pse burrat i kishin profet. Dhe tha ti me familjen tënde merre dhe nisu natën dhe lë mos të mbes askush përveç gruas tënde, lënë gruan se ajo nuk don me ardhë me ty. Atë do të gjej ajo që po i gjen ata. Fundi i tyre është agimi, a nuk është afër agimi, do me thënë në mëngjesin e hershëm, ata kanë me përfundu, do të vdesin, do të ndënohen nga Allahu. Dhe kur erdhi urdhri ynë, ne i përmbysëm të gjitha. Ajo që kishte qenë lartë, ra poshtë, dhe mbi ta lëshuan guraleca si kur copa të argjilit që rreshën pa i anda. Do më thënë argjilit si gaca, pra, të zjarta, që rreshën pa i anda. Të caktuar nga Zoti yt, e ajo nuk është larg nga mizorët. Edhe Medjeni, Adi, Themudi edhe Medjeni, këto 3 fise të mëdha. Ta shikojmë tash, për ko bëhet fjalë. Edhe Medjeni, vllaun e vet, Shuaibin, o populli, pra Zoti e dërgoi në popullin Medjen, vllaun e Salihut, Shuaibin. O populli im, tha Shuaibi, adhuroni Allahun, ju nuk keni tjetër Zot përveç atij, dhe mos bëni padrejtësi në peshoj, qoftë me litër a me terezi. Unë e shoh se ju keni mjaft dhe friksohem
se një ditë do t'ju godas dënimi. Tash është për Shuajbin. Vazhdojmë. O populli im, matni drejt si me litër, ashtu edhe me terezi, dhe mos ua mungoni njerëzve gjërat e tyre dhe mos bëni në tokë keq dhe turbullira. Kjo vlen edhe për sot, sepse të gjithë profetët kanë qenë të dërguarit e Zotit dhe të gjithë e kanë pru fjalën e Zotit. Më mirë është ajo që u ale Allahu nëse jeni besimtar, kurse unë nuk jam roja juaj. Unë veç ju tregoj, Shuajbi thot. O Shuajbi, thanë ata, pa besimtarët, kjo e falmja jote, atë urdhëron që ti lëm ata që i kanë adhuruar baballarët tonë, ose të mos veprojmë me pasurit tona, ashtu si që dëshirojmë vetë, ti një vend qenë ke i butë dhe i udhëzuar. Dhe më thënë, të gjithë profetet, edhe sot, keni pa për shembull lidhja e Deçanit, ata që thënë, na po i kthehemi të parëve tanë. Feja e të parëve tanë nuk është krishterizmi, faktikisht është në kohën e paganizmit. Prandaj edhe këtu i kanë thënë edhe profetëve, çka po na ofron këtë fenë e Allahut, na i kemi fenë e të parëve tanë. Prandaj duhet mi marrë gjanat krejt normale, sepse njeriu mund ta dëmtoj vetën e vetë për shkak disa gjanave që ndodhin në shoqni. O populli im, tha i, nëse unë e kam të qartë nga Zoti im, dhe se ai më ka furnizuar vetë me të mira, unë nuk dëshiroj të kontestoj atë që u andaloj, por vetëm se dëshiroj të bëj mirë, aq sa mundem, kurse suksesi im varet nga Allahu. Te ai jam mbështetur dhe atij i drejtohem. Pra, punët duhet të jenë nga ne, mundi, veprimet, por famën, suksesi është nga Zoti. Por fama, kur kalon në shprenim, ajo bëhet idol, edhe njerëzit fillojnë, thot, unë adhuroj filan këngëtarin. Jo more zotriti, mundesh me admiru një person, po jo me adhiru. Ta shikojmë edhe sa faqe na kanë net. Do t'i bëjmë këto gjyzet në gjys, pasi që në një edhe dy faqe na kanë net. Në një gjys po merë shumë kohë, se po nalemi pak për shpjegim, se veçëm me lexu rafall, nuk ish marrë ka shumë kohë. Prandaj, po vazhdojmë. Edhe vetëm edhe në dy faqe. O popullim, mos pajtimi juaj me mua kur secili të mos ju shpjerë atje ku do t'ju godas ajo që e goditi popullin e Nuhit, ose të Hudit, ose popullin e Saliut, por edhe populli i Lutit nuk është fort larg jush, dhe kërkoni falje nga Zoti juaj e pastaj shprehni pendim atij. Zoti me të vërtetë është mëshirëplot dhe plot dashuri. Ata i thanë, o Shuajb, shumë sende që ka thua ti, neve nuk na i merr mendja, dhe ne e shohim se ti je një mend i dobët në mesin ton. Si kur të mos ishte familja jote, ne do të ishim mbytur me gur, ti nuk ke kurfar force për ne. O popullim, tha i, a fisi im është më i dashur se Allahu për ju? E ju atë e keni lënë krejtësisht pas dore? Zoti im e di mirë se çka bëni ju. O popullim, bëni sa të keni mundësi, por edhe unë do të bëj, si që thot Zoti në vendet tjera. Unë thot prisni, ju s'po besoni në besimin, në dëshkimin e Zotit. Ani thot, prisni, se edhe unë po pret Zoti, mos ndoshta po bëhen ma mirë, po pendohen. Do të merrni vesh cilin do ta zë dënimi që ta turpëroj dhe kush është gënjeshtar. Pra, pritni, edhe unë do të pres me ju. Shikoni prap, si i thot Shuajbi. Dhe kur erdhi urdhri ynë, ne nga mëshira jon e shpëtuam Shuajbin,
dhe ata që besuan me të, kurse ata që bën keq, i goditi ushtima dhe ata u gjetën kufoma të vdekura në shtëpitë e tyre. Edhe Shuhajbi, pra në njëjtën mënyrë, Zoti ka dënu. Sikur të mos kishin ekzistuar fare në ato, qofti larguar Medjeni, si që është edhe Themudi. Edhe Musa u dërgua me argumentet tona dhe autorizime të qarta. Pra tash flet për Musën. Te faraoni dhe paria e tij, por ata pasuan urdhrat e faraonit, kurse urdhri i faraonit nuk i shpije drejt. Do t'i pri në ditën e Kiametit popullit të vetë dhe ta shpjerë në zjarë, por vendit mërshëm është ai ku do të shpijen. Në për Musën a.s. më shumë është folë të gjyzi para prak. Në këtë botë i ka përcjell mallkimi, si edhe në ditën e Kiametit, sa dhurat e keqe po u dhurohet. Ato janë disa lajme për qytetet që po t'i tregojmë. Disa prej tyre ende ekzistojnë e disa janë zhdukur. Kjo i thotë Zoti profetit Muhammed, po na thotë edhe neve. Ne nuk i kemi dëmtuar ata, por ata kanë dëmtuar vetveten prej mosbesimit. Dhe kur erdhi urdhri i Zotit tënd, kurrë nuk u kanë ndihmuar zotrat e tyre, të cilve u janë falur në vend të Allahut, vetëm se u ashtojnë shkatrimin. Ja, ashtu dënon Zoti. Shiko, tash kjo është punë për shkencëtarët, kur thot, ende thot i kemi ne lajme për qytetet që ende ekzistojnë, po thot disa prej tyre. Kjo është punë për shkencëtarët. Ja, ashtu Zoti ashtu dënon Zoti yt kur dënon qytete që kanë bërë mizori. Dënimi i tij është një mend i fortë dhe i dhëmshëm. Në këtë ka padyshim argumente për atë që i friksohet dënimit në botën tjetër. Ajo është ditë kur të gjithë njerëzit do të tubohen dhe ajo është ditë e dëshmuar. Dhe ne e shtym vetëm deri një kohë të caktuar. Kur të vijë ajo ditë, asnjë nuk do të flasë pa lejen e tij. Prej atyre do të ketë të mirë dhe fatlum. Sa u përket të mirëve, ata do të jenë në zjarr, ku rënd merret frym. Aty do të mbesin përgjithmonë, sa të jenë qiejt dhe toka. Përveç se çka do Zoti yt një mend punon çka dëshiron. Sa u përket fatlumve, ata do të jenë në xhenet, aty do të qëndrojnë përgjithmonë. Sa të jenë qiejt dhe toka, vetëm se çka do Zoti yt si shpërblim i vazhdueshëm. Prandaj, mos ji në dyshim për atë çka po adhurojnë këta. Këta nuk adhurojnë tjetër përveç se çka adhuronin baballarët e tyre, edhe më parë, dhe me siguri atë çka kanë merituar do t'ua japim, hiç pa u munguar. Edhe Musa i dham librin, Tevratin pra, por u kontestua dhe sikur të mos ishte fjala e Zotit tënd, e dhën më herët, ata do të ishin ekzekutuar, kurse ata janë në dyshim të madh për këtë. Do më thënë u kontestu, kanë kundërshtu Tevratin. Edhe të tërve atyre, Zoti yt do t'ua paguaj veprat e tyre, sepse ai është i informuar se çka do bëjnë. Ti vazhdo rrugës së drejtë, siç je urdhëruar, dhe ashtu kush pendohet le të veprojnë me ty, dhe mos jeni të hutuar, sepse ai sheh mirë se çka punoni. Dhe mos ju bashkoni atyre që kanë bërë padrejtësi, et ju djeg zjarri. Ju nuk keni tjetër mbrojtës përveç Allahut. Pastaj nuk jeni të ndihmuar. Dhe kryej faljen në 2 skajet e ditës, edhe në orët e para të natës
Veprat e mira, pra në skajet e ditës, pra në mëngjes edhe në mbrëmje edhe në orët e vona të natës, pra në mëngjesin e ershme. Veprat e mira, këto kemi tregu për kohët e namazit. Edhe në orët e para, jo të hershme, të natës. Pra, veprat e mira një mend i zhdukin të këqijat. Ajo është një përkujtim për ata që kujtojnë. Shpesh na bëjmë veprat këqija, por me njëherë mas asaj duhet me u pendu dhe sa ma shumë me bo veprat mira që Zoti me na shly veprat e këqija. Dhe je i dërushëm se Allahu me siguri nuk u lëm mangut shpërblimin bëmirësve. Me që ndër breznit për para jush nuk ka pasur të ndershëm të cilët do të pengonin në turbullirat në tokë, pra e ka për popullin e Musës, pra përveç një pakic të cilët ne i kemi shpëtuar, kurse ata që kanë bërë mizori, kanë ndjekur rrugët e kënaqësisë dhe kanë qenë gabimtarë. Zoti yt nuk i ka shfarosur mizorisht qytetet e banorëve të tyre të kenë qenë të mirë. Tishin kanë të mirë, Zoti nuk i ka shfaros, por nuk ka dash Zoti pas udhëzimit t'i lejë që të jetojnë me çrregullimet e tyre në tokë, por ka dashur që ata t'i lejë si shembull për arkeologët që sot i kanë vërtetu këto vendet, që ekzistojnë këto vendet si monumente, si gjëra arkeologjike, që e vërtetojnë shkencëtarisht fjalën e Zotit. Si kur të kish dashur Zoti yt, të tërë njerëzit do t'i bënte një popull, mirë po, ata gjithmonë do të kundërshtoheshin. Përveç kë e mëshiron Zoti yt, për këtë edhe i ka krijuar, edhe fjala e Zotit tënd do të plotësohet. Do të ambush një mend xhehenemin me e gjinë dhe me njerëz së bashku. Kurse çdo lajm që ta rrëfejmë për ndonjë nga profetët, me çka të forcojmë zemrën tënde dhe në këtë të ka ardhur e vërteta, e hapët dhe këshilla si edhe mësimi për besimtar. Pra çdo lajm që të vjen, çdo rrëfim që të vjen, për profetet edhe për neve, kjo është që për të na hapur mendjen, falni. Pra, çdo lajm që vjen përmes kur thot Zoti, po të dërgoj një lajm që ta rrëfej për këta profetet, dhe me çka do t'i forcoj zemrat e juja, dhe këto janë pra të vërtetat e hapta dhe këshilla dhe mësim për besimtarët. Dhe thua ju atyre që nuk besojnë, bëni çka të mundeni, s'ka problem. Zoti ju ka treguar rrafimin çka doni bëni. Jo mos u ktheni gjithmonë thotë jo na të parit tonë, mos shkoni te të parit, po shkoni edhe në paganizëm nëse doni, s'ka problem. Besoni idhujve, s'ka problem. Bëni, thot Zoti, çka të doni. Edhe ne me siguri po punojmë, Zoti thot. Dhe pritni, edhe ne do të presim. Pra pritni pak, naluni pak, pendohuni edhe na do të presim. Allahu t'i takon dija për fshehtësitë e qiejve dhe të tokës, dhe ati i kthehen të gjitha çështjet. Prandaj, vetëm atë adhuro dhe te ai mbështetu, se Zoti yt nuk është i befasuar nga ajo çka ju punoni. Fjala e Zotit e lartësuar është e vërtetuar. Me kaq të nderuar miq, e përfunduam edhe gjysmën e gjyzit të 12 dhe të martën e ardhshme do të vazhdojmë me surën Jusuf dhe do të përfundojmë pra, kjo është pjesa e dytë e gjyzit të 12, që të bëhet pak më e shkurt,
që të kemi kohë edhe për biseda. Kështu që tash do të lexojmë vetëm nga një prej motit ashtu më krytonda, po hajde, doli. Prandaj, të nderuar miq, shihemi herën e ardhshme çdo të martë nga ora 9, pra nga ora 21, do ta bëjmë pak më herët për arsye se që të mund ta përfundojmë më herët dhe të kemi kohë edhe për bashkëbisedime. Ju faleminderit që na ndiqni, mos harroni bëni subscribe, follow, like, share, komente. Të gjitha këto do të jenë dëshmi para Zotit se ju keni qenë për fjalën e Zotit, për Kuranin e shenjtë dhe për udhëzimet hyjnore. Assalamu alaikum wa rahmetullahi